Influencerja e njohur kosovare, Juliana Nura, vazhdon të dëshmojë se di si të qëndrojë në qendër të vëmendjes me çdo paraqitje të saj në rrjetet sociale. E ndjekur nga Mira Fansa, Gjuli është kthyer në një nga figurat më të komentuara të showbizit, ku çdo postim i saj shoqërohet me reagime, aludime dhe kurreshtje të madhe nga publiku. Ditën e sotme, ajo ka ndarë me ndjekësit disa pamje nga një destinacion mahnitës malor, jashtë Kosovës. Peizazhi mbuluar nga natyra e egër, ajri i pastër dhe dielli i butë i dimrit krijonin një atmosferë qetësie dhe romantike njëkohësisht. Mes këtij sfondi piktoresk, Juliana shfaqej si gjithmonë në formë të shkëlqyer, elegante dhe plot vetbesim, duke e kthyer edhe natyrën përreth në një skemë perfekte për fotot e saj. Megjithatë, përveç bukurisë së vendit dhe paraqitjes së saj, vëmendjen e mori një detaj tjetër, mjaft i theksuar për shkrimi që ajo i kishte vendosur postimit. Unë, ti dhe dielli, shkroi Gjuli një fjalë e shkurtër, por që hapi me njëherë shumë pikë pyetje. Kaq mjaftoi që ndjekësit të nisin aludimet. Kush është ti? A bëhet fjalë për një person të veçantë në jetën e saj? Mos vallë influencerja po shijon një romancë të re larg syrit të publikut, apo thjesht po kalon kohë me një mik të afërt apo familjar? Deri tani, Juliana nuk ka dhënë asnjë sqarim shtesë, duke lënë situatën të mbështjellë me mister, një taktikë që ajo duket se e përdor me mjaft zgjuarsi. Nuk është hera e parë që Gjuli zgjedh të komunikojë me publikun përmes mesazheve të nënkuptuara. Ajo shpesh lë vend për interpretim, duke shtuar dozën e kuriozitetit dhe duke mbajtur gjallë interesin e ndjekësve. Kjo mënyrë komunikimi e ka ndihmuar të qëndrojë vazhdimisht në qarkullimin mediatik, ku çdo lëvizje e saj kthehet në lajm. Stili i saj i jetesës, udhëtimet, paraqitjet plot stil dhe energjia që përcjell në rrjetet sociale e bëjnë Julianën një nga personazhet më të komentuara të momentit. Ajo di si ta ndërtojë imazhin e saj publik, duke kombinuar elegancën, vetbesimin dhe një dozë misteri që duket se funksionon perfekt. Në fund, pavarësisht se kush është personi që fshihet pas fjalës tij, një gjë është e sigurt. Juliana Nura di shumë mirë si të godasë në qendër të vëmendjes. Dhe, si gjithmonë, ja ka dalë që me një foto dhe një fjalë të vetme të bëjë rrjetin të flasë për të. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.